Tash i vazhdojmë me politikën që po e mundon botën marash. Realisht, unë për vete. Se kajherë nuk jam neutral. Edhe pse jetoj në Zvicër si karakter, si jam neutral. Kajherë muj me logjiku drejt apo shtremt nuk e di, po muj me dhonë mendimin tim. E tash për mua Amerika duhet me konë e fort. Mirë, por të Amerika kam besim të madhë shumë. Kohët e fundit, si kur ma ka lujt pak mendimin. Me ardhjen e presidentit Trump në mandatin e dytë, si kur më ka hup pak besimi. Tani nuk e di ku është faja. Është faja të Amerika vërtet, apo është faja të Europa të Ukrajina vërtet. Apo ku është ky faj, ky problem, nuk e di. Por unë kam qef që pa marrë parasysh Amerika, apo Kina, apo Rusia, kam qef që një Evropë me qenë e fort. Kur Evropa është e fort për mua, atëherë është e fort edhe Ballkani, është e fort edhe Ukrajina, është e fort edhe Zvicra, edhe Gjermania dhe gjitha. Kështu që unë jam për i Gjermani dhe për një Evropë shumë të fort, e për diskutuar gjitha këtë gjëra, se di pse e kam një besim shumë madh, e kam një respekt shumë madh për zotin deputet Daniel Wafler, i cili na vjen edhe në ndërën sot për diskutuar së bashku këtë tema, dhe është personi që mua më bind më shumëti në logjikën dhe opinionin e tij. Dhe prandaj sot e kam ftuar në Folë Shqip Show për të na treguar se çfarë mendimi ka Daniel Wafler si deputet, si politikan, si oficer ushtrie për situatën globale dhe çfarë mendimi sipas Danielit ka Zvicra si shtet për këtë situatë globale politike. E ftojmë me duar trokitje unë Big Up von Jonas, Daniel Wafler! Mirë se erdhe në Folë Shqip Show, Daniel. Mirë se ju qeta, faleminderit shumë për ftesë. Faleminderit, është kënaqësi edhe për neve, Daniel, që të kemi në studio. Faleminderit që ke ardhur, edhe tash këto pyetjet e mia do t'i bëj pak më avash se sa e kam natyrën me fol shpejt. Po du me fol më ka dalë që me më kuptu, edhe ti me qëtësin tonë me fol shqip, se e din shumë mirë, avash përgjigjet tua, i duam sakta për neve dhe shikusit tanë. Regjia nëse mundet me ma vendos logon e Folë Shqip Show të mrapa, ja di për nder. Daniel, pyetja ime është, sepse situata globale tashi, për mua, është pak e rënduar, apo jo? Është shumë. Po, tash nuk e kuptoj se çfarë është të ndodhur. Në Amerikë, në Kinë, në Rusi, në Ukrainë, në Europë, në Ballkan. Sot kemi ftuar për të na treguar opinionin tonë personal, por sipas informacionit tonë dhe opinionin tonë në aspektin shtetëror të Zvicrës. Si po ndihet Zvicra në këto momente, Daniel? Si është e pozicionuar Zvicra në këto momente, si shtet? Dhe në këto momente si ka ardhur koha, që nuk jemi të pas besim ma si me të ditë ku me shkua, ne e këteja që ka të ndodhë nuk po e dim. Zvicra është më mirë mu pozicionu me një aleancë, pra qoftë me Amerikën, apo qoftë me Europën, apo qoftë me Kinën, apo diun, apo me qëndru përsëri neutrale siç është drejt tani. Po, Zvicër ndihet habituar si krejt botën me gjendja aktuale. Kemi shumë trishtësi për gjendja, po me hinë të një aleancë nuk është rruga momentalisht për Zvicër. Atëherë, Zvicra në këto momente është një vështirësi. Po. Si shtet. Po. Por, po mendon që Zvicra nuk është e gatshme mu fut një aleancë apo nuk duhet? Jemi shqetësuar shumë për rendin aktual. Është gjendja shumë rrezikshëm për krejt Evropa, për krejt botën, edhe bota ka nevojë për aktërat, për advokatat neutral, sigur Zvicër. Ata kanë mend mirë, nuk e kanë shumë interesat, sepse qtash kemi pa bota vish ka interesat. Nuk e kanë armiku edhe miku
ka interesa pari. Ku janë ari, ku janë metaliku, ku janë venat me nafta. Ata është pyetja për bota, ku është artmeri? Është në Kinë me krejt potencial, është në Amerika. Kush e ka këtë synim? E ka Amerika dhe Kina edhe Rusia, apo jo? Që po dojnë me shku me sulmu vendet ku ka ekonomi, apo jo? Po. A është qështu? E Zvicra nuk ka naft, nuk ka pasuri kështu natyrore, minerale, ku diun, ndoshta. Po ka parë shumë. Po. A është e rrezikuar me Zvicra prej ndonjë aleanca apo prej ndonjë shteti se tash për pasuri po bëhet lufta, për ekonomi po bëhet lufta, apo jo, Daniel? Apo më kupton kur folja jo? Po. Nëse do në gjermanisht ta përkthejmë. Po, jo, kuptova krejt. Kështu Altin është sigur une me ty. Kemi një bezim. Une e di Altin nuk e bën diçka të keq, tash në emision. Ti mendon që të s'bëj diçka keq. Po, nashta ti ki mundësi me marrë një altia ose me bë një shtus keqe për mua. Me të prendes, pra. Unë besoj ty. Edhe në Evropë kemi besimi bashk. Shtetet e Evropës edhe në botë kemi besimi për drejtat gjinore, për kontrata ndërkombëtar. Edhe momentalisht është shumë rrezik me hub krejt besimi. Tashi, besimi mes shteteve të Evropës, apo besimi edhe te Amerika? Amerika ka ndru sistemi. Deri që tash kemi pas një administrat shumë progresiv. Ata ma shumë kanë lexu Karl Marx, sigur kanë lexu John Locke, filozof britanike, 300 vjet përpara ka jetu, ai ka thënë duhet shumë respektu pronaria. Pronaria është fillimi për stabilitet. Kur din ku është fusha shtëpia Altinit, ku është fusha shtëpia Danielit, edhe nuk duhet me capcarap, me vjell të tjetri. Edhe tash ka fillu një sistemi me shku të kopshti tjetrit edhe me capcarap molla, darla, sigur Rusia me Ukraina. Kemi hajnia që tash në botë. Edhe pyetja është me respektu edhe me përfundu hajnia, ose vetë me ba hajnia. Me kallëzu interesat, unë kam qef atë shtëpi, është mirë, ma shumë me ba maj male, pronaria vetit, me shku në Grönland, Kanada, edhe ta është shumë rrezikshëm, po duhet me prit, janë vetëm fjala. Duhet për mas, duhet me fol, diplomatike, edhe me dalu. A mendon se Amerika ka me tradhtu Evropën? Jo. Amerika është për Evropa, si diaspora është për Kosova. Janë daja Evropës, ose nipat Evropës. Edhe duhet bashkë me punu me Evropa, pa Evropa, Amerika ka problem të madhe, është vetëm kundra Kinës edhe Rusisë. Do më thonë edhe Amerika ka nevoj për Evropën, jo vetëm Evropa për Amerikën. Po, Europa ka marrë shumë gratis, edhe Amerika s'ka qef me financu krejt ushtria Evropës, siguria Evropës, edhe Evropa vish ban shtetet sociale. Tashi, në këto momente që po flet ti, Amerika ka drejt që po sillet kështu ndaj Evropës, edhe ndaj Ukrainës? Pra, a ka rekt, a ka drejt, a është... A ka, dhe më thonë... Ja, sind sie im Recht mit der Entscheidung? Po, Amerika është Amerika. Sigur Kosova është Kosova. Edhe kryetari Amerikës është kryetari Amerikës. Po. Kjo është nuk se vend si për krejt qytetar Amerikës. Edhe administrata aktuale ka qef me ba e vërtet shka kanë ba veprat. Veprat me realizu, edhe shka kanë premtu. Po, në fushat. Në fushat, po. Tashi ti më thua që Amerika ka bo shumë mirë që ja ka bo Evropës kështu, pra, do më thonë me që Evropën prej gjumit e me investu edhe Evropa, apo jo? Po. Po thu ka bo mirë. Nuk e ka bo mirë në rrugë diplomatike. Shka ka qenë në televizor me kryetari Ukrajinës, nuk është profesional për krejt gjinja, për krejt publicitet. Pra, ata është dikun të një lom, bashk, me shku të jurnalistat,
dhe televizioni. A beson që është ka një inskenim, kanë dasht me pas këtë konflikt para kamerave për arsyet intereseve, se do ditë ma vonë tani Trumpi ka thënë që dojnë me ndërprej ndihmën ushtarake për Ukrainën. A beson që ka dasht me pas këtë konflikt për poplin Amerikan me pas kundër Zelenskin? Me i kalzu edhe poplit, edhe me e pa edhe poplit vetë se qysh është marrëdhënia. Po, edhe me këta pun ka ba një fakt. Ky ka premtu Amerika nuk bandi shka falas. Jo gratis për Evropa, për Ukraina, edhe ky ka ba faktën kamera, po për artmeri, tash ky bën politika diplomatike. Të fol me Rusia, të fol me BE, me Bruxelles, edhe bojnë një deal. A beson që është mirë që ka fillu me pas dialog Trumpi me Putinin, apo i bjen sikur me thanë ka fitu Putini, sepse edhe pse ka bo këtë luftën pa drejt, tash Amerika po vjen edhe po don me pas dialog me Rusin. Unë mendova është mirë me fol me krejt aktor, me krejt aktorat. Po ata është prej Zvicër, perspektiva i Zvicrës. Kur kemi një konflikt, edhe nuk ki shans me fol me nja, edhe në qyq, duhet me fol me krejt. Zvicra, a e ka raportet më të mira me Amerikën a me Europën? Zvicra ka raportet mirë me të dytë, me Evropa edhe me Amerika. Janë shumë partner me rëndësi për Zvicër, për biznes, ekonomi, për diplomaci, edhe për mas, edhe me president Trump, Zvicër duhet me ba shumë raportin e mirë, edhe me BE, Bashkimi Evropian, është normal, janë partnerat. A është të rreziku me Europa sot prej Rusisë? Ka mundësi në Baltikum, Estonia, Latvia, për interesat. Rusia ka qef me brojt minoritetet, kanë shans me përdor minoritetet për politik, jashtme, edhe për këta është shumë i rëndësishme për viti 2026, Zvicra marë presidencën e organizat për sigurimi e bashkëpunimi në Evropë, OSB. Ka me marë Zvicra? Po, presidencën, edhe Zvicra është partneri shumë i fort për krejt shteteve në Evropë, edhe duhet me fol, edhe duhet me ba kontrola, është krejt në regull me minoritetet, është krejt në regull me procesi elektoral, fushat, edhe pe punu mirë për artmeri. Rruga diplomacis, jo në rrugë ushtris. E kuptoj. A mundet, Daniel, si pas mendimit tënd, Europa me përballu apo me e prit Rusin pa ndihmën e Amerikës? Jo, momentalisht jo. Evropa mendon është i mundshme me ba një artmeri pa ushtri vish pace. Është një fakt. Fakti tjetër është kur ki një hajn, kur ki kriminalat, duhet me nal atë kriminalat. Edhe me nal kriminalat kundra drejtat, ti ki nevoj për një ushtrit fort, për polici, edhe në fund, nashta, ti duhet me lanë gjokin për ide, për liri. Për liri. Po Evropa vish ka qef me ba pace, po me jetu parti. Po, e vërtet është. A janë kon naiv evropiant? Kanë besu që s'kanë nevoj për ushtri, kanë besu që Rusia, do më thanë, kanë tregti me Rusi. Naiv o në shlafe? Po janë naiv sepse në Evropë kini qeveri, një administrat, kanë qef me nimu Ukraina. Kanë qef me nimu deri hin në luft me Rusi. Po popli jo. Në Amerikë kini administrat me shumë përvoja për luft edhe për konfliktat. Po ata nalon momentalisht. S'kan qef me hin në luft. Edhe për Evropa, unë mendoj është i rëndësishme për para me forcu ushtria në vetë, potenciali industriale për militer, për ushtria e vetë, edhe për mas
me analizu edhe me shku te një mision, nashta, po vish mision për pache. Një mision me përkra Ukraina me trupat, me forcat, momentalisht është pa mundur edhe për atmeri është pa mundur vish Napoleoni e Hitleri ka luftu kundra Rusia në territor Rusis ose Ukrajins. Edhe këta është shumë scenario të keqe, me shumë gjak, me shumë problemat, sepse është shumë shtrejt, ma mirë është me kriju një rrugë diplomatike për pache. Çish mendon ti që krijohet kjo rrugë diplomatike? Çka do të më bëjë me Ukrainën sipas mendimit tënd? Duhet kuishia Zvicrës, NATO, duhet me garantu liri për antartë. Për Baltikum, për Poland, me thënë për Rusia, për krejt, ata është kufi. Një kufi, një linia guqe, s'ki shans me prek, ma shumë. E Ukraina është vonë. Ukraina ka hin në dram, është vonë. Ukraina ka nevoj për pache me sa pak toka për Rusi shka është mundshme. Tashi, po mendon që Ukraina me met me Rusi apo me Europë? Duhet me vetë poplin Ukrajinës. Unë mendova poplin e Ukrajinës... Po popli po do me Europë, po. Po realitetin është, Rusia është maj fort, ka marrë 20% ose ma shumë i territori Ukrajinës, Krim, shko është shumë i rëndësishme për strategjike, për deti zi me kontrolu, krejt venin, edhe është pa mundur me marrë apet atë territor, me forcat. Po. A mundet Evropa me mbrojt Ukrainën? Vetëm Evropa, pa Amerikën? A mundet Evropa? Pra, a ka fuqi Evropa me mbrojt Ukrainën edhe mos me pushtu Rusia komplet pa forcën e Amerikës? Këshyre, për shembull, unë jam Ukrainë. Unë shumë kam besu Amerikës. Unë ma shumë besu Evropës. Amerika është një fuqi. Evropa ka 26 shtete, po. Amerika fol me një sani, Evropa të fol me 26 sanin. Edhe unë personalisht nuk e bezova. Kur Amerika nimon apet, edhe unë mendova 2 muj, 3 muj Amerika bashkë me Evropë, apet nimon Ukrajinës, bile jo në luft për pache, për negociat. Është mirë për Ukrajina. Shtetet në Baltikum janë pjesë NATO-s, po. Islanda. Tash, ke thënë, ato shtetet janë në rrezik, Rusia ka interes nashta në të ardhmen do në marrë edhe ato vende. A beson që nëse Rusia për një hinë më ushtri në Letland, Estland, që NATO vërtet ka me reagu, apo thojnë hajt këtë Baltikum ja japim Rusis, po na nuk dojna me riziku luftën e tretë botërore? Këshire, prej perspektiva Zvicrës, do me thonë, ata shtetat janë antartë e NATO-se. Ata kanë drejt për shërbimin NATO-se për mbrojt kufinin. Po. Ukraina kur nuk e ka antar NATO-se. Po, se ka drejt. Edhe për këta, ata kanë kontrat, kanë artikulli 5 për kontrata NATO-se. NATO duhet me mbrojt kufini, shteta në Baltikum, për Poland, për Maçari, edhe pik. Për Zvicra, për perspektive neutral, Zvicra ka qef me një mu në rrugë diplomatike. Për ta shtetat të folin bashk me ba një solucion për pache, për stabilitet, për ekonomi, edhe për Zvicër, momentalisht është rëndësishme me forcu ushtria. Ushtrinë e Zvicrës? Po. Tani, Daniel, a është e mundur që Amerika, pytje, a është e mundur që Amerika ka dëshirë me u bo mik me Rusin për mi u gjujt Kinës? Është pyetja shumë interesante, sepse Rusia ka krejt. Nafta, gaz, uran, sa dush
për me kriju një potencial industriale të fort për atë meri. Edhe Rusia është partneri shumë të mirë për Evropa. Gjermania ka marrë gaz, lirë për industri, edhe është e mundshme Amerika ka qef bashkë me punu me Rusia drejt. Po, Drejt. pa Europa është e mundur për koha lartë, është e mundshme për 2-3 vjetë, për interesat në sektori gaz ose sektori naft, po Rusia është ma shumë me Kinë, SBA ma shumë ka nevoj për Evropa edhe për vend tjetër. A mendon që kanë mu prish raportet Evropë-SBA apo kanë mu rregullu? Po, regulon. Rregullon? Po, regulon. Në Amerika janë biznesmenat, edhe në Evropa janë byrokratat, teknokratat, zyrtartë. Edhe sigur në Kosovë, për para ki administrat me biznesmenat, dash kini administrat me zyrtartë, me ma shumë me ideolog. Edhe ta kanë problemat me fol për veti. Sigur John Wayne me Barbie. Është mendimi tjetër, edhe është të shtut me ba ma afer. Cili mentalitet është ma mirë për një shtet në përgjësi? A ma mirë mu konë si biznesmen, apo duhen mu konë qeverit pak idealista? Unë mendova ma i mirë është një biznesmen me ideal. Sa është biznesmen me ideal. Po, me vlera. Ka qef edhe për fëmijëve një bot e mirë. Jo vish dolar ose euro, sepse ata nuk e ki shans me hangër. A beson që administrata Trump janë vetëm biznesmen oportunist, apo janë biznesmen që kanë vlera ideal? Unë shpresoj ata kanë vlera, kanë ideal, edhe nuk e kanë haru Evropën, nuk e kanë haru historinë, shka ka ba Amerika në luft botërore e dytë, për Evropa kanë përfundu një diktatur shumë i keqe, edhe Amerikanët kanë brojt Evropa prej komunistat. Shka kanë ba një diktatur shumë i keqe në Shqipni, unë mendova diktaturë maj keqe në krejt koha komuniste i kanë në Shqipni ose në Kinë, revolucion kulturore në Kinë, Mao Zedong, edhe për këta Europa ka nevoj për Amerika. Ka nevoj për Amerikën Europa? Po. A ka më shumë nevoj Europa për Amerikën, apo Amerika për Europën? Unë shpresoj Amerika ka ma shumë nevoj për Evropën, edhe e veçant Zvicra ka ma shumë liri edhe ma shumë respekt prej BE edhe prej Amerika. Sepse Zvicra është partneri shumë korekt, krejt kontratat Zvicra e bojnë pik për pik, eksakt. Bukur, para si ta bëjnë një pyetje për Kosovën, a është Kosova në rrezik si kur Ukraina sot? Daniel, du me ta po dhe pyetje tjetër, sa i përket Rusisë dhe Europës. Amerika mundet mu tërheq prej NATO-s. Mendon që tërhiqet apo jo? Jo. Jo. Pa mund. Nëse, Po. supozojmë që tërhiqet prej NATO-s Amerika. Nëse Putinit, sepse i komunist, i mushet menja me luftu. Don luft, ka qef me pas luft, për territore. Qa mendon ti, a është më e fuqishme Rusia, apo Gjermania, Franca, Britania, Italia, Europa në përgjithësi, bashkë nëse luftojnë kokë më kokë? Unë nuk shpresoj, edhe unë të lutë të soti, nuk vjen atë situacion, atë qendja. Po. Atë pik kemi një luft. Edhe unë lutem shumë. Momentalisht, për shembull kemi atë situacion, atë gjendja, pa Amerikë, Evropa ka një problem me dikan, jashtë Evropës perëndimore, është realitet, është shumë problem. Edhe Balkan, kemi Bosna, momentalisht kanë ma shumë problem në Bosna. Autoritetet derkomtare kanë problem me një aktor, me një shtet, një grup në Bosna, edhe ka shumë potencial për konfliktat deri të një luft. Për këta është shumë rëndësishme misioni OSB me fol, me krejt partnerat, me ba potenciali për konfliktat vogël. Jo me lanë
Me urrit konfliktin. Me rrit ma shumë, po deri kini flak të male. Po. Një sarmë. A është se nuk e mora përgjigjen e saktë, nështë atë me hikë sa e përgjigje ti, Rusia me Europën nëse kapën kush është më fort, nuk e di? Nuk i dim. Shka është Evropa? Rusia me Turkia ka kuptimi të mirë. Ata kanë besidimi të mirë, Rusia maron një atomike, një qendra atomike afër Izmirit, maj male në Evropa me prolu rryma për Turkia, edhe ata, edhe në Syria, më mdoket kanë një bashkëpunim, është e mundshme. Kanë interesat e vetë. Edhe Evropa duhet me mësu me punu për interesat. Çfarë interesa ka Evropa në Ukrajinë? Edhe une prej Zvicrës, çfarë interesa ka Zvicër në botë edhe në Evropë? Në une jam pari vish për interesat e Zvicrës. Sepse interesat e Zvicrës janë afër me Evropës, kemi drejta qinore, jemi demokrat, kemi historia bashk, po për biznes, ata kanë interesat e tjetër. Ata janë ma shumë i varfur, kanë qef me marë ma shumë pare prej Zvicër. Për këta duhet me pas shumë kujdes, edhe fjalë për fjalë duhet me vlerësu edhe me fol. Ma mirë me prit najherë, me vlerësu, me mendu, edhe me fol me partneri. Sepse është shumë momentan, shumë ko, krejt janë nervozon. Bukur. Një pytje, ashtu që Amerika tash ka ndërprej përkrahjen ushtarake për Ukrajinën, a beson që mund me ndodhe edhe në të ardhmen që Amerika me thanë e ndërprejme edhe përkrahjen për Kosovën, me heka të ushtarë që i kanë tash në bazën në bon stil? Po, pyetja është çfarë interesa ka Amerika në Kosovë. Kosovë nuk është aktor i madh edhe nuk e ka sa shumë potencial sikur Ukrajina. Ukrajina ka për me prolu ushqime, ka toka, ka potencial për mineral, shumë i madhe. Edhe është interesa akceptuar Amerikës me pyet, unë një muj ti, shka ki ti për meje. E qka mund me dhanë Kosova Amerikës? Qka jep? Të më thënë, për qëfar interesi është Amerika në Kosovë sot? Edhe a ka mundësi që një ditë thojnë, na vetëm jemi të dhanë, Kosovës për na jep kur gja pëllanë pra këtë vend? Unë mendova, Kosova është partneri interesant për biznes, sigur Shqipni. Shtash Amerika investon shumë turistike kompleksat në Bregdeti Shqipnis, edhe kur është një partneri stabil, ata kanë perspektiva me ba biznes, me fitu pare. Edhe janë me konstitutën, janë shtetet stabil në Balkan veriore. Unë mendova është edhe për atë meri një partneri, një bashkëpunim të fort. Midis Amerika, edhe Kosovë, edhe Shqipni, edhe Macedoni veriore. Pra, do më thonë, partneritet ekonomik më tepër. Po. A ti dhe pak më përpara që në Bosnjë është një potencial për të ndezur një konflikt? Po. Sa është Kosova e sigurt apo e pa sigurt në këto rrethana që ndodhemi sot? Shure, Kosova ka ba najsen të mirë. Kufi Kosovës është njëjt me popli. Ka pakit minoritete, po 85% ose ma shumë janë kufi shqiptar. etnike. Po, kufi etnike, edhe me ba referenduma ose dishka tjetër, as Shqipni, as Kosova të hup territor me populat. Bosna kemi qendja ndryshme. Janë tre etnike, edhe kanë shpashk një shtet, edhe me dvet një pjesë ki qef me shku të shteti tjetër, ku ki ma shumë prej etnike tuaj, ata nashta shkojnë. Ata është problemi e Bosnës, po shqiptarët nuk e kanë arsye me ba frikë prej OSB ose UNA o për referenduma, edhe une mendova duhet me folë ma shumë me popli lokal. Bosna ose shteti tjetër. A bon Evropa mjaft
në Bosnje për me mos me ndodhë një konflikt në të ardhmen, apo ishin dashur me investu hala ma shumë në dialog, në stabilitet? Unë kam frikë Evropa edhe krejt komunitet ndërkombëtare ka pakaru Bosna edhe Ballkani sepse krejt kanë këshyr konfliktet tjetra, kanë pa Ukraina, kanë pa Syria. Edhe është shumë rëndësishme me bë signalet pozitive edhe me bë ma shumë investimi, ma shumë bashkëpunim me ata shtetet, si Bosna. Daniel, uroj që Amerika mos me ik asnjëherë ushtarakisht nga Bonstili, nga Kosova. Uroj. Unë lutem që mos me ik. Po, nëse ik, ba me ik Amerika, sikur në Ukrainë apo në Afganistan që ka ik mrena natës, në luftën e Kosovës të fundit, Amerika ka qenë që ka intervenu me na shpëtu si popull prej ati genocidja sa e luftet pa drejt që është bo. Jo Evropa. Pra, Amerika ka qenë faktori kryesor që e ka sulmu agresorin për me shpëtu shqiptarët e Kosovës. E nesër me ik Amerika nga Kosova, Europa a mundet me mbrojt Kosovën teritorin e saj etnik dhe nëse ndodh një konflikt në veri, a intervenon Europa apo na lën përsëri të na pa për larg derisa ti mushet me një Amerikës me intervenu? Kush është Europa? Bashkimi Evropian Bashkimi ose Evropian. NATO? Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropa ka pranu Kosovën. Kosova ka brojt prej drejtim, prej liçi ndërkombëtare, edhe Evropa bën sankcionat sigur për Ukrainë, po atë rastin unë nuk e besova Amerika shkon jashtë. Nuk e beson që i del nga Kosova Amerika. Për shembull, edhe unë nuk e besoj. Për shembull, Sotri Kurti ka një problem me Donald Trump, këtë thot, krejt trupat Amerikan shkojnë dikun tjetër, Romania ose Bulgaria. Në atë rast, Kosova ka garantia prej liçi ndërkombëtar, edhe Zvicra ka pranu Kosovën, edhe është shumë rëndësishme një bisedimi të mirë me kushia, me partnerat. Pra, si pas te edhe nëse del në Amerika, Zvicra, Europa e kanë pranu edhe mujnë me e mbrojt Kosovën. Jo. Kundra. Për shembull, është vetëm gjendja sikur shtash, ku është agresori. Edhe kanë shans me garantu krejt kufini. Për shembull, vjen dikush tjetër prej jashtme, një fuqi tjetër, është problem. Momentalisht Evropa duhet me investu shumë në industri për ushtarake, edhe unë nuk besova Europa ka fuqi me brojt teritori tjetër. Momentalisht. As teritorin e Kosovës? Kosova nuk është antartë e NATO-se. Po si një shtet i ri që është formu prej Amerikës dhe njohur prej Amerikës dhe prej Europës, a nuk mundet, nëse Amerika tërhiqet, a nuk mundet Evropa me siguru, edhe pse nuk është Kosova shteti NATO-s? Zvicër ka pranu Kosovën, edhe Zvicër është shteti të garanton drejta. Dhe liçi. Po nëse ndodh një konflikt në Kosovë, a intervenon Bashkimi Evropian mos me leju konfliktin? Kur ka rezolut, prej UNO, prej Bashkimi Botrore. Sa e rrezikshme u kanë situata në Bansk, ku terroristet serbe, që janë përkrahur nga me një shansë të madhe janë përkrahur nga administrata e Vučićit. Sa e rrezikshme u kanë ajo për sigurinë në Kosovë? Beson që për një me kish mujt me ndodh janë kanë të e provu me bo një farloj blitz luft në Kosovë edhe me marrët veriun? Këshire në Kosovë vjet për vjet i kanë rrezik. Kanë qenë rastat për rryma kundra infrastruktura, rryma, trafiku, edhe është normal
dikush ka qef me prish pak pun Sabotage. shtetit më i ri në Evropës, edhe nuk është shumë rrezik momentalisht. Sepse Amerika nuk të guxon me synit Amerikës me ba diçka me terroristike. Edhe një shtet me ba kundra tjetër shtet akta terroristike, ti ki administrata Amerikës kundra aktori. Do më thonë, edhe me pas dasht ushtria serbe në atë moment mi përkra ato, po thamë ato separatistët ose ato terroristët që kanë hi deri në Bansk, që kanë vra atë policin. Po. Beson që nëse Serbia kish hi me ushtri, kishin intervenu Amerika, Bashkimi Evropian dhe nuk e kishin lanë Serbin me marrë aty një pjesë. Në Kosovë hajla është misioni BES, Ojleksi, edhe ma rëndësishme është misioni KFOR-i, garanton krejt siguri për Kosovën, territor Kosovë, edhe është sigur për para, nuk e kanë rishu dishka. Tashi, administrata Trump, apo Trumpi konkretisht, nuk ka qef, apo nuk ka dëshirë që në diskutime me kundërshtu dikush. A më kupton, Daniel? Po. Pra, Trumpi ka qef kur fol diçka me me që ashtu që fol Trumpi. Po. Në Kosovë ne kemi një kryetar shteti që edhe ky e ka pak stilin e Trumpit. Edhe ky ka qef one që ka të thëmë edhe pik. Po. A mendon që këto dy kokat njëjta munden me pas probleme në marrëdhënie politike bashkë? Duhet. Unë shpresova për Kosovë kanë një bisedimi të mirë bashkë, sepse altia Trumpit me siguri është më e madhe sigur altia kryetari ose kryeministri i Kosovës ose kryeministri i shteti tjera të në Ballkan. Dhe për këta unë shpresoj ata kanë një bashkëpunim të mirë, është shumë më i mirë për Kosovën. A është rrezik për Kosovën nëse Kosova nuk i bindet në diçka Amerikës? Unë mendova Donald Trump ka qef me ba business, me ba diçka për atë meri. Ky shumë uren ideologi. Edhe me ofru një rrugë me punu bashk Kosova Amerikë, unë mendova ky është i hapur, ky bën shumë investim në Kosovë është i mirë. Okay. Po duhet me hin pak me respekt, edhe me lut, edhe me kuptu, ky është sigur Tito ose sigur Enver Hoxha është pak narcist. Kush? Shumë politikan janë narcist. Po nashta në Amerikë edhe nashta në Kosovë ki pak ma shumë narcistike sigur për para. Okay. Është qansa edhe është reziko. Ata vetë duhet me mendu, shka me ba. Si mendon Daniel, a është larg apo afër lufta e tretë botërore? Me potencial është ditë për ditë shumë afër atë reziko. Edhe faleminderit shumë sotit nuk e ka qenë në rast atomike, që është 80 vjeçar mas Hiroshima, mas Nagasaki, 45-ën, deri sot kemi ba vish akcidentat në atomkraftverk, nuklear. Po jo me forca. Edhe ditë për ditë rrezika është shumë i madh, për këta kemi nevojë për paqe, edhe duhet me fol shka me ba me atë potencial ushtrisë nuklear. Në konfliktin Rusi-Ukrainë, a mendon që duhet mu tërheq Ukraina apo Rusia? Momentalisht Rusia ka më shumë territor Ukrainës. Po. Edhe është në posit më e mirë. Pozit më të mirë. Më të mirë, po. Tashi, Ukraina a duhet me lëshu? Pra, mu tërheq pak edhe me thonë që kaq forcë, s'kena kaq fuqi, s'kena mujt mo,
edhe me leju dhe mu mbyll konflikti, apo si mendon ti që mbyllet ky konflikt? Unë mendova është kohë për negociat në moment. Kur nuk e ki shans për negociat në moment, mas një vjet gjendja është maj shtirë. Edhe unë mendova është momentalisht maj shtirë për Ukrajina. Po edhe për Rusia është jo mirë, burat, djemë të ri, vdesin ditë për ditë, Ukrainë, Rusis, edhe krejt, unë mendova për familja, për nanat, për një nanë Ukrajinës, është situacion shumë shtirë. So, unë, për veti, dikush do sulmon Zvicra, për shembull, shtetë jem. Unë kam qef me luftu, me mbrojt Zvicra deri në fund. Ashtë është emocion. Po, kur unë jam vdek, atër birë jem duhet me hinë në luft, ose biri i birit. Për këta duhet me ba një bisedimi, një negociat për me E kalu rrezikun mos me met as ti as biri i birit. me Pas pache. Paçsu krejt venin, edhe është shumë i shtirë. Unë shpresova për diplomati, Zvicra shteti neutral, ka shans me fol me Rusi, me diktatorat ka shans me fol, edhe me demokratat, edhe kemi nevoj për sukses. Moral, ideologi është një pjesë, po qëtash kemi një problem të madhe, edhe unë shpresova në diplomatike, jo në luft. A beson që Putini tash e ka një mosh nalt, të më thanë, përshkon të plak, a beson që e sheh vetin si me një farë mision tash para se me vdek me rrit teritorin e Rusis? A ka motive imperiale? A ka nërmend për shembull edhe në Georgi, me hi në Baltikum, tjera vende, më mënu me rrit, më konë Putini i madhë për Rusin? Po, pa tjetër. Krejt superfuqi kanë pas motivt imperiale. Osman, GBA për para, kanë rritur, kanë marrë ma shumë territor prej Francë, prej Spania, në Amerikë Veriore. Edhe Rusia ka qef me ba krejt territorët ex-Sovjet Union abet. Kësy në atë kompleksi territorial sigur për para. Edhe pyetja është, shka është mas Putinit, edhe unë mendova edhe Putini ka qef me stabilizu krejt territori, edhe jo me hinë rrezik me marrë krejt botën. Ta është shansa. Ti nuk beson që po ka dëshirë me rritë sa më shumë territorin, po misioni ati kryesor është me stabilizu. Të më thënë, jo tjera republike mu botë pavaren, që janë pjesë të Federatës Rusisë. Me kontrolu deti lindore, është shumë i rëndësishme Baltikum, strategjike. Për deti si, është shumë i rëndësishme Krimea. Edhe Krimea ky ka marrë, edhe një pjesë të Ukrajinës, edhe për Baltikum duhet me ba një kufi, një bisedim, deri këto, gjendje e sotme, po jo ma shumë. Po, e kanë enklaven Kaliningrad. A nuk mjafton për ato? Ata Stalini ka ba shumë inteligent, ka lënë një pjesë Kaliningrad për Federacion Rusi. Për shteti Rusis, sigur Neumi, një pjesë Bosnas është në bregdeti. Ata Tito edhe Stalini kanë ba shumë inteligent me lënë territor, sepse ata republikat s'kanë shans me da. Qëtash kanë da, Sovjet Union ka da, Jugoslavia kanë da, po janë ma shumë përsi. Ata është problemi, pak. Amerika i shpalli luftë tregtare e Kinës. Po. Me taksa. Me taksa, po. Kina ju përgjigj, ne jemi të gatshëm për çfarë do lloj lufte që të keni ju dëshirë, ne jemi pronto dhe të gatshëm me luftu me juve. A mendon që Kina është e fortë me luftu me Amerikën krejt luftet, llojet e luftave? Administrata Trump s'ka qef me ba lufta. Administrat Trump vish ka qef me nru pak kondicionat. Ata është shumë propaganda, po kur ki qef
diçka me ndru, ti duhet najherë me shpall maksimumi. Kur s'ki shans për maksimum, dikun midis. Midis jo, diçka me ndryshu edhe maksimum. E për që ta po thot për shembull na marrim krejt Grenlandën e bojnë Amerikë, shokirat botën, e tani dikur kur I thot jo nuk e marrim krejt po vetëm një pjesë të vogël që aty. Nashta kanë qef me ai bas ma shumë në territor Danemarkit, edhe me Kanada ka qef me ndryshu çmimin e tamlit, diçka. Najherë me shpall maksimumin, ata është politik, edhe midis me ba hesapin. Ata është edhe Evropa ka horu atë punë, ata janë ideolog ma shumë. Kanë hinë në universitet, kanë jetu 80 vjeçar, stabilitet, edhe s'kanë shans me mendu, me para mendu, a vjen dikush ka qef me marrë shtëpia eme ose diçka të keqe me ba me mu. Për këta, ata ju shqiptarët keni përvoja tjetër, edhe janë shumë rëndësishme për Evropa. Kam edhe një tjetër pyetje nëse ta ndrojmë pak. A e keni protestet në Serbi? A besojnë që mund për një më ndryshu qeveria atje? Edhe nëse po, a është mirë për Kosovën? Apo mund më ardhë dikush tjetër që është më radikal edhe më armik se Vučići vetë? Këshire, demokratia është shansa edhe ka rezikat. Rezikat në demokrati është dikush voton për radikalat. Në Gjermania kanë frikë, në Serbia kanë frikë, po une jam personalisht për demokrati. Ma mirë është rezik demokrati segur një diktator. Rinia Serbis, studentat kanë shans me nru, pak Serbia është I mirë. Ata kanë shpall dishka, kanë qeft maksimumat edhe bëjnë hesapi nëherë. Pse Bashkimi Evropian ka dialog marrëdhënie me Vučićin, edhe pse e konsiderojnë shumica si farloj diktatori, Lukashenkon për shembull sankcionojnë edhe nuk dojnë me pas hiç punë diplomatike. Pse nuk e sankcionojnë njëjt edhe Vučićin, e shohin më ndryshe diçysh? Sepse Serbia ka rolin shumë rëndësishme në Evropë edhe në luftë Ukrainës. Serbia ka shit shumë plumbat, shumë municion për Ukraina. Serbia ka fabrikat për municion, për plumbat, sistem sovjetike, ish Jugoslavis. Edhe Serbia ka nimu Amerikës edhe Ukrainës shumë kanë shit plumbat për Ukraina kundra Rusia. Serbia është me dy faqja. Faqja bashkëpunim me Evropa edhe Amerikë edhe Ukraina, edhe faqja tjetër është aliat me Rusi, është flavi vogël Rusis. Për këta Serbia ban një politik shumë të mirë, inteligent, edhe është partneri me mineralat për Evropa. Sepse ata kanë për bateri, kanë një territor, është shumë strategjike. Bukur shumë, Daniel, pyetje e fundit, se jena në minutat e fundit të interviste. A I kena tunelet e pastrume në Zvicër në tokë, jo? A në regull që s'ka, a ka marrë masat Zvicëra që mu më shef nëse plas diçka bunkerat, poshtë tunelet mu fut në për në tokë? Po, kemi për krejt banor, kemi një shtrat, në tunel, teoretikisht. Kemi për krejt banor të Zvicërës? Në Lenzburg, në Lucern, në Züri. Po. Kemi maru para 14 vjeçar, Zvicra ka pas 6 milion banor, po ata kanë maru për 9 milion. Për 9 milion? Po. Pra jena të sigur? Kanë mendu shumë për para, kanë mendu edhe është sigur. Ata është një fakt, kemi potencial Zvicër, pa alianca, po duhet me hinë në ushtri. Për këta unë kam qef me falimderu për krejt ushtartë, veçant ushtartë me origjina shqiptartë, shka bëjnë shërbimin në ushtria Zvicrës, ata është rruga për me vendos vetë. Bravo. Për një shteti vetëm. Bravo. Faleminderit për shqipim. Daniel, tashi atje mrena, në tunel, Po. për 9 milion njerëz.
O vëlla, a përgatitet aspirimi se mundet me di oksigjeni, sa e në gjonat, a ka ushqime, ilaçe, gjithçka mrena, se s'lejohet me dalë, pastaj bën me plas në luftë, larg qoftë nukleare. A i mirë mbajnë A i mirë, mirë a mbajnë, jemi gati, ajon, po pra, ajon në shërbim. Për ushqime është puna për krejt njërst e vetë. Me ba 6 litër ujë edhe ushqime për një javë ditë pa migro, pa kop, kur nuk e ki mundësi me ble, po sena tjerat është i shtetit, po momentalisht shteti është nuk e përgatitur për luft, sepse ata kanë mendu kur ka luft në Evropë. Ta shtot me ndryshu atë sistemi. Në tunel a futen vetëm ata që janë me shficër pas, apo edhe ata që janë me... Krejt. Me vizë. Krejt banorët qytetit kanë drejt me hinë në tunel. 9 milion në zanë. Mos u thotni, Lensburg, Lucerne, Zürich, kena mu fut 9 milion, inshallah Slovakia, por në Zvicër Gjigonda rrinit sigur se atje poshtë shkoj me lujmë bilar, lujmë domina, lujmë sajnë e knashmi. Shteti humanitar. Edhe azylant, edhe ata pa letrat në kriza kanë plac. Shvicër, i klipet e Shvicër, du bish loqk. Po qëta shtot me punu për Zvicër. Edhe duhet me hinë në ushtri, edhe jo në shtëpia pleqve, me ba shërbim, kur je 20 vjeqar. Bravo, bravo. Kam respekt për shtëpia në pleqve, edhe ata punojnë, po për mas duhet me punu. Po të mendu gjatë. Edhe me pastru dishka, po qëtash duhet me hinë djalliri në ushtri, me shërbu për Zvicër. Bravo qoftë, bukur shumë. Dhe realisht Zvicra meriton, sepse edhe Zvicra për ne ka shërby shumë e ka punu shumë. E kështu që edhe ne meritojmë me akthuj Zvicrës. Të mirën me të mirën. Po, qashtu është. Qashtu është. Shumë faleminderit, Daniel Waffler. Tanki filmal për kohën tonë dhe sot. Faleminderit shumë për juve. Nëse e kini mesazh, sukses. Nëse e kini mesazh me dhon, çfarë dushti, falënderim apo çka dushti, mundesh me dhon. Faleminderit shumë. Pavarësia, fillimi i pavarësisë është këto, në mend. Edhe Zvicra është shteti pavarur, i fort, neutral, edhe unë kam qef edhe për atë meri. Zvicra është një shteti humanitar, me një mu botën rrugët humanitar, po për këta me ziguru Zvicrën, kemi nevoj për një ushtri të fort, për një neutralitet me forcat të fort. Edhe me ba shtet midis Evropa, model demokratike, me një mu kujshia, edhe me kanë një lidhje me popli shqiptarët të fort, sepse kemi një diasport male prej Kosovën, Shqipnia, Macedonia Veriore. Unë faleminderoj, unë jam i lumtur me nejt me ju. Shumë faleminderit. Edhe uroj shumë sukses. Shumë faleminderit, Zotit Rujt, faleminderit shumë Daniel Waffler, faleminderit shumë edhe bashortës tonë dhe që na ka bo këtë lidhje kaq mirë me ty, sepse mos më pakon edhe ajo shkaktor, s'kishte qenë kjo lidhje kaq e fortë mes nesh. Zotit Rujt, edhe herë të falenderoj që ke ardhur sot në Folk Shqip Show për me na dhënë opinionet tua për këtë krizë globale që po i trazon këtë botën tashmë, jo vetëm neve. Po, duhet me mendu ndonjëherë, me fol, edhe në rezerv. Fundit është diçka me ba me forcat, me ushtri. Absolutisht. Shumë faleminderit. Marash, e mbyllim? E mbyllim. Faleminderit. Deri javën tjetër nga unë Zoti Daniel Waffler, deputet i kantonit Zyri dhe ish oficer dhe realisht edhe tashi është aktiv disa herë me ushtrinë e Zvicrës, por me mision paqruajtës 2 herë në Kosovë apo 3 herë, për ndryshe dhëndër shqiptar, dhëndër i Kosovës dhe kumara jem o vlla. Deri javën tjetër nga unë Marashi Daniel. Natën e mirë.